Vetëm një ditë para ndeshjes Serbi-Shqipëri, policia serbe ka shoqëruar gazetarin dhe komentatorin shqiptar Dritan Shako Hoxha. Shoqërimi në polici vjen vetëm 24 orë para duelit mes dy kombëtareve dhe besohet se mund të ketë lidhje edhe me ngjarjet e ndeshjes së vitit 2014 kur Shako Hoxha ishte pjesë e komentit nga Beogradi. Gazetari është kontrolluar disa herë gjatë mbërritjes në Serbi, përfshirë edhe kontrollin e çorapeve të tij, të cilat rezultuan të lara. Pas këtyre kontrolleve, Shako Hoxha është liruar dhe ka deklaruar publikisht: "Unë do të shkoj ta shikoj ndeshjen, veprimet e qëllimshme dhe të papërgjegjshme janë këto, asgjë më shumë se kaq." Raportohet se policia serbe ka përgatitur lista me emra duke përfshirë gazetar, komentator dhe personalitete të cilëve mund t'u ndalojnë hyrjen në stadium. Situata gjithashtu ka ngritur shqetësime për të drejtat e lirisë së medias dhe ndjekjen e ndeshjes nga tifozët shqiptar. Ndërkohë mësohen dhe emra të tjerë nga delegacioni shqiptar që do të jenë të pranishëm në ndeshjen me Serbisë dhe Shqipërisë, e cila do të luhet mbrëmjen e së shtunës në stadiumin Dubëčica në Leskovec. Kjo ndeshje është e rëndësishme për kuqezinjt pasi vetëm një fitore do të lindë të hapur mundësinë për kualifikimin historik përmes play-offit. Megjithatë, kjo nuk është vetmi arsye. Rivaliteti historik me serbët e bën këtë ndeshje jo vetëm të rëndësishme për të fituar, por rrit shqetësimet për provokime nga pala serbe. Kështu autoritetet aty kanë marrë masa që në stadiumin në Leskovac, pasi është vendosën nga Beogradi, të hyjnë tifozë të kontrolluar rreptësisht, të paktën kështu pretendojnë deri më tani organizatorët. Megjithatë, në stadium do të ketë edhe shqiptar, përveç stafit të ngushtë të kombëtares dhe FSHF-s. Një delegacion shqiptar me politikan, njerëz të sportit dhe të tjerë ndodhet aty. Mes tyre është edhe deputeti dhe ish ministri Taulan Balla, tashmë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, si dhe presidenti i Vllaznisë Alban Xhaferi. Këtë e zbuloi gazetari Tami Kona në një komunikim live me gazetaren Dafina Hysa në emisionin Breaking.